unë kam qef me gjithë një shqiptar. A jeton jashtë Kosovë, kam qef me gjithë shqiptar. Kje ku në Gjermani, diçka të shtyti në Kosovë me ardhë, a unë jam me thonë që nështë ta ka qenë dashnia që atë ka shty me ardhë, thua jo? Jo, valloj, dashnia heq. A jo njerë? Sot të më prit, s'kam na fakt në herë jo. Njerë do të TikToku. Valloj, dashnia heq. Po vi për familje edhe për punë këtë, edhe për me pa Kosovën, a më dashnia shumë larkë. Për peke, a ka heq për djemve? Po më interesën sidomos për futbolistave. Nështë me gjithë një gjutë të përbashkët me ty. Po, ka pas, po single jam. Shishtë. A kina i farë plani këto? A ki qep nështë me gjithë dikën prej Kosovës, a jo? Unë kam qef me gjithë një shqiptar. A jeton jashtë Kosovë, kam qef me gjithë shqiptar, amo që banë sport, që mirët me sport. Me pas një gjuhë për ball, bashkim. Dhe unë baj sport, kjo banë sport që konë shumë te për mirë. Tira kushtë nuk i. Tira kushtë s'ka, Adelina. Ka, shumë. Po që të vesh disa për i tyne. Mu, pak ma heret para se mi në emision, kem të folë, bashkë me disa kolegë të sportit që i kemi këto, më të regun që fanse e Parisit. Po. Edhe kolegët e mi të sportit më të regun që në Kosovë mu në shmi numru në gjishta fansat e Parisit. Nuk e di pse këto në Kosovë si janë fansa Parisit. Unë jam Paris, kom qenë shumë shpesh në Paris, kom këshyre loje në Paris, edhe unë pëlqen, edhe besoj që kanë me lujtë kundër Inter Mailand, edhe pak. Qa po preti prej kësaj loje? Fitojnë, besoj, dynja. Dynja? Inter Mailand është edhe ekipi shumë i fort, i mirë, po besoj që Paris i fiton. Qa shto pe lojmë? Se aty planet e tua në Kosovë për gjatë kësaj kohë sa i të qëndrum? A kina i farë planet? Qëtash një javë që një javë jam këtu, kam nejtë edhe një javë, edhe nuk i planifikoj ditat, që vinë, spontan jam gjithë, këshyri me kry diçka, ama nuk kam planifiku kështu. Më tregoj pak ma herë që jetu në Mitrovic, mes Mitrovicës edhe Prishtinës, apo të bjen shpesh me ardhë në Prishtinë edhe sa po të bjen është me vizitu në përgjithësi qytetet e Kosovës? Unë vjen shumë shpesh me ardhë në Prishtinë, kam këtu shumë ma gjallëni se Mitrovic, ama kam edhe qef jam kanë pej në Rrugovë, kom po të parë në herë Rrugovë, nuk kanë te për veni bukur, shumë natyrë, po kam qef edhe më shku në Prezren, jam kanë kur. Qëta po du me kry? Do është pa tjetër me shku. Ki që ka me vizitu në Prizren? Do është pa tjetër me shku. E po më interesën jetën e natës, sa jetu e frekuentu? Këtu shumë keq që nuk kam shumë shoqni, dhe më thonë nuk më shpesh me dal, ama që më me dal me djallit tezës, kë i din do neja, të mira, ta një shkujna bashkë. A kina i qytet favorit që ndështë ta thu atmosfera që të ko ka fire, maja mira, do me thonë, sa e të botë fjallë për me shku medalë dikon, ti thu për shkojmë që atë? Po, Prishtina është nëmër 1 për medalë. Për medalë, mbromja, diçka Prishtina nëmër 1. Veç do të me ditë ku, qëfar neja, për që ta djallit tezës e marrë gjithë me vete, se edhe në ku, edhe shkojna.